Sami Kazim Shabedini, burri nga Orizara që i qëndroi besnik sulhotës deri në vdekje. Sami Shabedini u lind në vitin 1919 në fshatin Orizare të komunës së Likovës. Ishi një ndër nxënësit më të dalluar të gjeneratës së tij në shkollë ku mësonte në fshatin Papaj. Ai ishte i pasionuar për lexim të gazetave dhe librave, saqë njërin nga dhomat e shtëpisë së tij i kishte ndërruar në leximore dhe bibliotekë. Që nga mosha 25 vjeçare, ju bashkua çështjes kombëtare për të luftuar për atë dhe, liri dhe bashkim kombëtar. Ishte njëri ndër bashkëpunëtorët më të ngushtë deri në vdekjen e tij të përbashkët të adhërtarit të çështjes kombëtare Sulhotla. Ai që në fillim ishte i lidhur drejt për së drejti me udhëheqësit kryesor të Organizatës Nacional Demokratike Shqiptare. Me angazhimin e tyre të pakursyer të adhërtarizmës, do të arrijë që të afirmojë dhe të shtrirë organizatën në të gjitha vendbanimet shqiptare. Sami Shabedini ishte pjesëmarrës i betejës së Runicës kundër partizanëve. Thuhet në një version se ka qenë bashkë me Sadik Hoxhën kur i kanë sulmuar dy partizanët që po gjuanin me mitralos, duke i vrarë dhe ja marrur mitralosin. Ishte tradhtuar së bashku me anëtarë të tjerë të grupit të Sulhotlës gjatë vitit 1947. Ai bashkë me Sulhotlën dhe grupin e tij u likujdua në rrethana misterioze, por që dihet se janë masakruar mizorisht. Asnjëherë nuk u gjet dhe nuk i ditë as sot varri. Sami kur vdiq kishte lënë gruan e vet dhe 4 fëmijë, të cilët ishin të internuar në Kratov. Masari, djali i tij, vdes në Kratov në moshën 4 vjeçare, ndërsa 3 fëmijë tjerë i kishin vdekur më herët. Sami Shabedini mbeti një figurë emblematike e rezistencës shqiptare, jo vetëm në Karadak, por në tërë shqiptarinë.